Do të thëmë kjo, që rastet e deportimit nga Anglia apo nga Shtetet e Bashkuara, është ajo që ne themi shpesh, nuk është një mbyllje dhe një pamundësi për të dalë nga Shqipëria, por ke mundësi të kërkosh të drejtën tënde dhe të marrësh një vërtetim për të lëvizur nëpërmjet shteteve Schengen. Domethënë, pa pritur atë 3 vjeçarin që të rrish në Shqipëri i kufizuar. Përgjithsisht ka një afat më të gjerë. Në qoftë se për një ekspuls administrativ afatet variojnë nga 2 deri në 5 vjet, për një ekspuls që vjen si pasojë një vendimi gjyqësor penal vjen deri në 10 vjet. Domethënë janë afate goxha më të gjera. Për post faktit që në sistemin e ri të kontrollit që do të bëhet është futur në qarkullim, por do të bëhet i detyrueshëm në të gjitha pikat kufitare, sistemi i hyrjes dhe daljes, ES-ja, në prill të 2026-s, të bëhet i detyrueshëm në çdo pikë kufitare. Dhe çfarë parashikon? Dhe në qoftë se më përpara shqiptarët vinin ndronin pasaportat dhe që mos të dilte ajo vula e famshme pasaport, dhe duke shpresuar që në momentin që kalonin kufirin mos të kontrollohej në detaje pasaportat dhe kishte raste dhe që kalonin, në momentin aktual që po flasim, kam asestuar personalisht vetë duke kaluar në aeroport, para se të veshte kalimi fundit, janë vënë gjithë kompjuterat në radhë të programuar që të kërkojnë shenjat e gishtrave dhe fytyrën, dhe automatikisht të del nëse ke ekspulzën, nëse ti ke ndryshuar mbiemrin, nëse ke ndryshuar pasaportën, apo marifetet e ndryshme që janë bërë dër vite. Për fat të keq, është mbyllur dhe kjo, edhe do mbyllet definitivisht edhe në prill 2026-s, që do bëhet e detyrueshme në çdo pikë kufitare, pasi do hiqen vulat që vendosen në pasaport. Po dhe do jetë çdo gjë digjitale.